ktheu, falja deri sa nuk mundesh me adhuru ftyrën më, falja deri sa nuk e ki më asnjë pikë dashnie për ta. Gjithë femrat gjykohen nëse ja dhojnë edhe një mundësi, edhe një shans partnerit, ose një qërë mundësi, masi ai ka bo diçka keq. Ama unë po du m'ja thonë që ka një herë ti dosh për mos me dosht më dikan, me e dhonë kaq shumë shansa, kaq shumë me ta gërdit, që më, kur e merë vendimin e fundit, ti e vendost, edhe jo që je e vendost, se truni ka një herë nuk na krym punë, se kur zemra ku don diçka tjetër, truni nuk të krym punë. Kur zemra nuk e don ma qatë njeri, ti e ki shumë let, se kur nuk e don ma një dikan, pse me nejt me qatë njeri, kur nuk e don ma. Do me thonë ti ktheu, falja, derisa të shkatron krejt. E kur të shkatron krejt, ti nështë kime marrë koha din me ngjit vetën, zemra e thuj me shërohet. Po bele jetën e ardhme e ki për para, më nuk kime nejt me një dikan që nuk është për ty, që nuk të respekton, që nuk don, ose si do qoftë. S'di as në plan se kom pas me ba qëtë video, po veqëm erdh, si një zonë tru, me më thonë, ktheu, derisa nuk e don më. Se për ime, të unë që kësen ka funksionu shumë mirë. Pas për shama edhe lidhje kur jam largu për dikan që e kom dosht. Se e kom po që që ke njëri nuk është për mu. Edhe më kur nuk i kom dhon një shansë dytë. Ama kanë shku shumë vjetë të na për me haru qëtë person. Ose dhe jam konë shumë kaq. Po, në qëtë lidhjen e fundit, jam këthy 100 milion herë, deri sa e kom po që okej, nuk kam më ndjenja për qëtë person. Tash e kam shumë let me jetu pa qëtë person. Se mo nuk e imaginoj, nuk e kryoj atë verzionin e ati personit në tru që unë e kom dosht. Që të sen shpesh e bojna, na e imaginujna një dikan, qashtu që shpukina qef na a i mu konë, ose potencial qysh na e shumë që mundet mu konë, po në fakt që e personi nuk o qashtu. Na i dhojna dashni, na e idealizojna, na bomi obses me qatë person. Unë, sidomos, jam një njëri që e boj kësa. Unë dyqysh shumë jam profesioniste për me gabu, se këtë sanet pidi, unë pidi sanet edhe apet pi boj, po normal tash çdo ditë, çdo sen, çdo lidhje, çdo dashni, çdo shoqni është një mësim. Edhe unë besoj që na nuk jena këtu për mu konë perfekt, ose mos me gabu. Pa e di çka është gabim, ti nuk mundesh me di çka është mirë. Pat ndodh një diçka që nuk e don, ti s'mundesh me di çka po don në jetë. Unë besoj që shumë kom hup kohë me njerëz, në përgjithësi si shoqni, si dashni, se unë e kom pas një traumë në vete, një kompleks në vete që unë po du njerëz me mdasht mua. Edhe kejt e besoj që kjo traumë vjen për që kur më ka dik nona e vogël, gjithë kom shku të lyp dashni, se nuk i kom pas mo atë dashnien elementare, dyqysh adin që dvyn për mu zhvillu mirë, me adin për mu një e sigur të keq të thanë. E tash, unë shumë e du vetën, unë shumë i besoj vetës, ama unë nuk po njëna e sigur në trupin tem. Edhe do me thënë, truni jam pidën qëto sene, po trupi jam nuk pidën. Kështu që në fakt, sot një këshill më ka thonë Tajna konktore jonë ma e mirë. Do me thonë sot e kom po një podcast edhe i shkryta Tajnës, edhe i thash qëra, unë pe di që to gabimet që pi boj, ama unë apet pi tërheki njerës të keq, edhe unë pe di pse pi tërheki, unë keq pi di, unë edhe jam me dhe dije pse po ndodhen, ama apet po ndodhen. Edhe aja ma ka thonë një këshill që nështë do të me shëru sistemin nervor, do me thonë nështë truni jame edhe unë keq pi di sanët, po trupi jame nuk i din qëto sene edhe nuk njëzë i sigur. Edhe qysh shumë i ka hop syt, se unë non stop jam kontu ponu me tru, adin qysh ledzo libra, abona këto, me vite, jam pri 2015 do me thonë punoj me vetën teme, se kom pas probleme me angst, kom pas probleme me asej, me kësi, me vetë besim e keq qëto sene, do me thonë, ketë unë qëto sene për di, e tash, do me thonë, unë për marrë këshillën e Tajnës, me këqyr, me shëru trupin të me meditime, me dosane që mi tha, Tana nështë mes një kohë e bëj një video me ka dhu sa ka funksionu. Më këthy apet të që këtë tema, para do dite e kom postu edhe një video në TikTok,
ku e kom shpjegu që kur e don dikan, ti nështë e din që ai njeri nuk është për ty, ti e din që ai nuk është njeri mirë, nuk është njeri dur, po e don. E kur e don dikan, dashnia jo ti që ti mbyll syt, se ka një herë ti mundesh mi po halo sanët, ka adin si lloj rostet ku dashnia ke ti mbyll syteve, adin i beson atij njeri që ato të rajt. Ama janë edhe do rose kur ti pe din që ai njeri o të rajt, ose ti pe din që ai o të të bokeq, ama ti pe don kaq shumë që nuk don me e hup, pa marrë parasysh që ai njeri nuk është për ty. E që kjo dashni është normal, është dashni, po nuk është dashni e mirë, nuk është dashni e paqt. Një dashni e mirë, unë e besoj që është një dikush që të përmbush, që kur je me ta, je ma e lumtur se kur je pa ta. Edhe unë shumicën e rasteve jam ma e lumtur kur jam pa kërkan hiç, sa kur jam me dikan që e du, gjithpi sakrificoj kejt senët, jetës, qëllimet. Unë kur jam me dikan nuk po di me fokusu në diçka tjetër. Unë edhe jam një njeri që shtu që po fokusu në atë një seni që më pëlqen. E nëse qaj sen është një njeri, ta nuk po fokusu në atë qaj personi, lidhja e kejt senët. Edhe unë ku menu që kjo është që unë jam shumë lojale, real, besojnë tashnit vërtet, nuk jam asi njeri që besojnë edhin që e du dikam për interes ose nëj sen. Ama që kjo sen, që përboj unë e kejt, po vjam umave që i kam me dashni, unë po du me kon qaja që ja shpeton jetës, se mu në fakt më nevojitet dikosh me orë me më shpetu. Ama unë e tane që po kam qef, me mdodh mu qaj sen, unë e përboj qatë senin të njerës tjerë. Si të shuqinja, si të kejt njerës, unë gjithë po këshyri minimu, në vend që minimu vetës tem. Se unë e dyqysh ka shumë ka shku jeta vetë, që po du me kon me njerës, edhe po du me mdosht njerës. Okej, pësam, unë po du me mdosht njerës. Nështë ketë njerës dojna me dosht dikush, ama unë në ekstrem e kam qëtë kompleks që po du me pos mirë me kejtë, po du me pëlqy kejtë. Edhe në fakt, mu kejtë e kundër ta më ka ndosh, sidomos në fillimet e mija TikTokit, ketë së më ka ndosht, për të në edhe qaj më pëlqeke, më pëlqeke edhe vëmendja e kiqe që njerëzve që janë të mirë me mua. Është 100 timat njëti ngoti full, po esenca e videos është që nuk kona esencë, por çdo ditë është një mësim. Për çdo lidhjes, për çdo njerit mundesh me mësu diçka, edhe kur mos meno që i kum harxhu edhe i kum kalu kot 5 vjet me qit njeri, se ti kejtë që sene që i ke mësu të kam bo ma të fort. Nështë të kam bo edhe me hup kohën, po në fakt ta shte edhin që kohën e arshme ti nuk ki me hup mu. Se i ke kalu do sene që mo nuk ja kemi liju vetës, në gjithë ma vonë i dinat senet ma mirë. Po nuk është mirë mi thonë dikujt, pse ju ke këthy, ose pse e ke toleru, ose te e ke ditë, se në vene, që se krejt jena qëto për me mësu, edhe e besoj që ka një herë do njerës do të mi kalu do sene për me nga bo ma të fort. Ne kam një sen që e thamë në gjithë, çdo sen është një gëzim ose një mësim. E do me thonë senet e këqia që na ndodhin janë veç për me nga bo ma të fort. Edhe nuk e besoj që duhet njerës tjerë mi shti keq pse ata e kanë bo një gabim. Se nuk është më rëndësi gabimi që e kanë bo, është më rëndësi mësimi që e kanë morë pe qësoj i gabimit. Nuk është e letë kjo puna e dashnijes, kjo puna, mas poni, jeta nuk është e letë, ama si dhe mas kure do në dikan, nuk është e qletë. Me mu hek, edhe mu dorzu për qësoj ondre që e ke pos me qatë njërim. Por në fundit, kjo është jeta jote edhe ti tu është më kone i lumëtur. Me sanët, me jetën që jeton ti. Edhe unë e besoj nasi njerës gjithë jena të pak nërës, gjithë këqyro me gjithë diçka ma mirë, ama ka një herë normal, ko edhe ma mirë. Se ka një herë ti ka që nështë ta je mësume me qatë jetën tonë të vujt, që duke që është okej ose normal, po jo, një jetë e lumëtur nuk është ashtu.